Përkushtimi për BE nuk duhet të matet me lëshimet e bërja nacionale, porositi shefi diplomacisë Timço Mucunski. Ai u pyet nëse eurokomisarja Marta Kos ka folur me politikanët në vend pas takimeve që I pati me krerët shtetëror në Sofje, si dhe nëse Bullgaria në ndërkohë ka zbutur qëndrimet. Nekogаш кога ги држиме одредени информации доверливи, овозможуваме поголем простор за успешност и напредок. Sipas tij, Maqedonia vazhdimisht udhëheq dhe inicion dialog për bllokadën për shkak se siç shtoi ministri, nëse dialogu nga ana jon ndalet, atëherë do të jemi aleat në frenim. Megjithatë, tani për tani nuk pritet dialog për çështjet politike me qeverinë e re bullgare, për shkak se dy palët nuk mund të dakordohen as për takim për korridorin 8. Веќе подолг период работиме, за жал без позитивен фидбек од страна на Бугарија, за организирање на заедничка средба помеѓу мене, нашиот министер за транспорт Николовски и министерската за финансии Димитриевска Кочовска, заедно со нашите тројца колеги од бугарска страна. Mucunski, I cili ishte nikoqiri kolegut malazes Ervin Ibrahimović, theksoi se ekzistojnë fuqi destabilizuese në disa vende në rajon, ndërsa Ibrahimović theksoi se nuk mund të flitet për siguri deri te integrimi plot I rajonit. Poslije ruske agresije na Ukrajinu, I na Zapadnom Balkanu I prije toga smo znali značaj da zemlje Zapadnog Balkana budu dio evropske porodice. Ali danas I svijetu, u Evropskoj uniji jasno postoje agresija Rusije na Ukrajinu, da Evropi trebaju zemlje Zapadnog Balkana. Mi imamo I resurs. Ibrahimović theksoi se çdo ditë mund të vlerësohet si e humbur nëse nuk është e përkushtuar për integrimin në BE. Ai u lëvdua se Mali Zi është lider në rajon dhe vlerësoi se qëllimi është përzierimi në Unionit në vitin 2030, me të gjithë vendet e rajonit është real dhe I kapshëm.